Aksidentet rrugore shënuan ulje në 2 muajt e parë të këtij viti. Instituti i Statistikave publikoi të dhënat zyrtare të cilat ende janë në përditësim, por që sipas treguesve paraprak gjatë periudhës janar-shkurt 2025, numri i aksidenteve rrugore është ulur me 21.1%, krahasuar kjo me të njëjtën periudhë të një viti më parë. Në muajin shkurt 2025 numërohen 88 aksidente rrugore, nga të cilat 122 persona janë të aksidentuar, të vrarë dhe të plagosur. Në një analizë më të detajuar të të dhënave, publikimi jep detaje mbi arsyet apo shkaktarët kryesor të këtyre aksidenteve, ku rezulton se në 81.8% të rasteve ato kanë ndodhur si pasojë e sjelljes së drejtuesit të mjetit, po sipas Instat, numri më i lartë i aksidenteve në këtë periudhë është kryer nga grup mosha 25 deri në 34 vjeç dhe 45 deri në 59 vjeç, duke zënë secila nga 23.9% të numrit të aksidenteve gjithsej. Në muajin shkurt 2025, numri më i lartë i aksidenteve rrugore ka ndodhur përgjatë ditës së njëjtë me 20.5%, ndërsa numri më i ulët i aksidenteve ka ndodhur përgjatë ditës së diel me 9.1%. Numri më i lartë i aksidenteve rrugore ka ndodhur përgjatë harkut kohor, 19 deri në orën 24, duke zënë 19.3% të numrit të aksidenteve rrugore gjithsej, vlerëson Instat.